Një rinit alergjik mund ta shohim dhe te një fëmijë 1 vjeç, por mund ta shohim dhe te një 70 vjeçar që shfaqet për herë të parë. Nuk ka mosh kufi që të thuash nuk shfaqet alergjia sepse je në këtë moshë specifike. Absolutisht alergjia nuk përjashtohet pavarësisht moshës së fëmijëve. Ne kemi alergji nga qumshi i lopës te foshnjat e vogla. Pra, për ta sjellë si shembull, që një alergji mund të fillojë që me foshnjën 4 muajsh dhe deri tek një fëmijë 100 vjeçar i cili mund të bëjë reaksion nga aspirina. Kështu që duhet me patjetër një alergji është një reagim i egzageruar i sistemit imunitar. Ku ka një sistem imunitar aktiv, është aty dhe risku i potencialit të zhvillimit të një alergjie. Në shumicën e rasteve mbartet si potencial gjenetik. Kur flasim për problemet respiratore, për problemet e frymarrjes, mbartet si potencial gjenetik, por duhen dhe faktorët ambiental në mënyrë që ta shfaqin tek unë në moshën 5 vjeç, tek ju në moshën 30 vjeç, por si potencial mbartet. Megjithatë ne po shohim një tendencë të shtimit të alergjive, sidomos në moshat pediatrike,